Situata hidrike në kaskadën e lumit Drin paraqitet e qëndrueshme dhe nën monitorim të vazhdueshëm, ndërsa shkarkimet po vijojnë. Sipas të dhënave zyrtare, niveli i liçenit të Fierzës është në 292.4 metra, në koma 171.97 metra dhe në Vau i Dejës 74.08 metra. Prurjet natyrore në kaskad arrin në rreth 2200 metra kub për sekond, ku 1500 metër kub për sekond regjistrohen në Fierzë, 550 metër kub për sekond në Koman dhe 150 metër kub për sekond në Vau i Dejës. Nga hidrocentrali Vau i Dejës aktualisht po kryhen shkarkime totale për 1400 metra shkub për sekond, prej të cilave 900 metër kub për sekond nga niveli i shkarkimit dhe 500 metër kub për sekond nga prodhimi i energjisë elektrike. Autoritetet bëjnë me dije se rreth 60% e prurjeve ujore në kaskad po shkarkohen në mënyrë të kontrolluar, çka po kontribon në minimizimin e rrezikut të përmbytjeve në zonat e ulta. Korporata elektroenergjetike siguron se situata po ndiqet në kohë reale dhe se për çdo ndryshim do të informohen në mënyrë transparente institucionet përgjegjëse dhe opinioni publik.